Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë historinë e një nëne 29 vjeçare nga Berati. Ajo quhet Boreta Arabia, është nëna e 4 vajzave të mitura, e cila i ka sjell fëmijët nga 2 martesa fatkeqësisht të dështuara, por sot kjo nënë është e vetme, nga të 2 partnerët e saj, por dhe fëmijët nuk i ka pranë xhirit të saj. Ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë për të rrëfyer këtë histori të dhimbshme dhe për t'u bashkuar me 4 vajzat e vogla. Boreta, kjo 29 vjeçare, ndodhet me mua në studio dhe menjëherë unë dua ta përshëndes. Boreta, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Do të jemi bashkë sot së gjatë në studio për të rrëfyer historinë tuaj vërtet të dhimbshme. Je lidhur me redaksin, ke folur me gazetaren time Klaudia dhe ke rrëfyer një histori të dhimbshme. Po. Sa kohë ke që nuk je pranë vajzave? Kam 8 muaj. 8 muaj, që ti ka marrë shërbimi social shtetëror. Po. Më lejo të prezantoj edhe avokatin Eduard Mullaraj, i cili sot do ta dëgjoj historinë tuaj dhe do të ndihmojë nga ana ligjore. Përshëndetje avokat dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Një histori të dhimbshme sot, një nëne që kërkon ndihmë përpara se të hidhesh sigla, e pash që po flisje me Boretën, po i merrje disa të dhëna, një nënë që kërkon dhe po lufton të rikthej pranë vetës saj fëmijët. Por do i dëgjojmë arsyet, kush kanë qenë arsyet që pse shërbimi social vendosi që 4 vajzat e mitura t'ja marri kësaj nëne, dhe Boreta ruan të vetmi kujtim një video që na ka dërguar në redaksi, një moment fare i shkurtur në ambiente shtëpie, kur ajo ka qenë duke luajtur me vajzat e saj, dhe dua që në fillim të programit regjia të na ndihmoj me një video të kësaj nëne përpara 8 muajve që ka realizuar me vajzat. Ami, Lediana. Mami. Che c'è? Momente të lumtura të nënës me 4 vajzat e mitura. Boreta je mbushur në lot, ka marrë malli. Jo, më ka marrë malli, po më tret dhimbja. Kjo është video e fundi që ke bërë me vajzat përpara se t'i merrnin. Po. Ke qenë në shtëpi, Po. duke që ata të lumtura pranë teje, duke qeshur. Ktheva nga puna në orën 10 të natës, se unë punoja tek një pikë fruta perime, edhe e mora vajzën e madhe në telefon, i thash, mam, po vi. Dhe më priste fëmija. Që be madhe, dhe më thanë që më kuptonte çik më shumë se tjerat. Dhe ti morën. Atë ditë kishin marrë 4 vajzat e mitura. Por fillimisht e dashur Boreta, më lejo të prezantoj një kronik që ne kemi përgatitur për jetën tënde të vështirë, sepse përpos që i kanë marrë vajzat, e shikon momentet e tua dhe qanë, regjia i vendos këto plane të 4 vajzave të miturave që para 7 muajve janë shkëputur nga nëna e tyre, shërbimi social shtetëror i ka marrë vajzat, nuk i dim arsyet dhe motivit. Por urojmë dhe shpresojmë që kjo nënë të bashkohet me 4 vajzat e saj të mitura, por historia jote e dashur Boret është mbushur me shumë dhimbje. Nga martesa e parë që u divorcove, konflikt me nënën babain tënd, dhe në martesën e dytë kemi edhe një abuzim. Partneri joti i dytë me vajzën nga martesa e parë, dhe situata bëhet dramatike, por sot do të qëndrojmë gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë për të përcjellë të histori të dhimbshme të kësaj 29 vjeçare nga qyteti i Beratit. Por kush është historia që ka deklaruar në studion e emisionit Pa Gjurmë Boreta Arabia, kjo 29 vjeçare, ndjekim të material dhe rikthehemi. Prej 8 muajsh Boreta Arabia jeton me dhimbjen më të madhe të jetës së saj, largimin nga 4 vajzat, të cilat janë marrë nga shërbimi social. 29 vjeçarja nga Berati rrofen me slodhve se mungesa e tyre i ka shkatruar përditshmërinë dhe se çdo ditë jeton me shpresën për t'i përqafuar sërish. Pas kësaj historie të rëndë fshihet një jetë e mbushur me varfëri, dhunë dhe vuajtje që nga fëmijëria. Boreta tregon se është rritur mes keqtrajtimit dhe mungesës së dashurisë në familje, duke pohuar se gjysha ka qenë i vetmi person që e mbështeti dhe i dha ngrohtësi. Në moshën 15 vjeçare, ajo vendosi të martohej për herë të parë me personin që kishte njohur vetë, edhe pse babai nuk ishte dakord.
Ajo rrëfen se pavarësisht varfërisë së madhe, në atë familje ndjej i lumtur dhe i qetë, por çdo gjë ndryshoi kur familja e saj ndërhyri në martesë. Sipas 29 vjeçares, nëna e kërkoi të divorcojë dhe konfliktet mes familjarëve të saj dhe bashkëshortit u përshkallëzuan. Edhe pse ishte shtatzën, Boreta pranoi të ndaj nga burri i parë për hir të familjes. Ky vendim i la plak të thella dhe ndryshoi rrjedhën e jetës së saj. Ajo kujton se prindrit e saj izolonin dhe nuk e linin të dilte nga shtëpia, ndërsa vajzën e saj e ofendonin, duke i quajtur dhe Memece. Pas një jete të vështirë, plagën më të madhe e mban pikërisht mungesa e fëmijëve të saj. Në shtëpinë ku dikur dëgjoheshin zërat e 3 vajzave, sot ka mbetur vetëm heshtja dhe malli një nëne që jeton me shpresën se një ditë do t'i ketë sërish pranë. Kjo është historia që do të trajtojmë ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë. Kjo nënë e cila është në kërkim të 4 vajzave të saj të mitur që janë ndarë me nënën e tyre përpara 7 muajve pasi shërbimi social i bashkisë së qytetit të Lushnjës me një denoncim nga ana e prindërve të Boretës ka shkuar dhe i ka marrë vajzat e mitura duke i dorëzuar në institucion. E dashur Boreta, do e nisim bashkë rrëfimin me martesën tënde të parë. Sa vjeç ke qenë kur u martove për herë të parë? Kam qenë rreth 15 vjeçe. 15 vjeç, ku ke jetuar me familjen tënde? Në çfarë vendi të Shqipërisë? Në Samatis, në fshat. Të Beratit. Po. Pra ju jeni nga një fshat i Beratit. Po. 15 vjeç u njohë vetë me dashuri? Po, patjetër. Ka që vogël. Por djali në fjalë ku jetonte? Aty në zonën time. Ishte bashkëfshatari juaj? Jo, nuk ishte fshatari im, po me një fshat më tej. Po, në të njëjtën zonë, e kuftoj. Po. U dashurove si e pritën prindrit? Familja, mami më shtynde, dhe më thënë, që mere, po babi nga që ka qik bot kuptim më theksuar dhe më thoshte, bore, ti e di, je madhe vetë, po mua nuk më pëlqen. Flasim, dhe më Unë se thënë, këtë histori dashurie, ti 15 vjeç, a i sa vjeç? 24. A i 24 vjeç, nëna ishte dakord që ta vazhdoje këtë lidhje, ta kurorzoje me martesë, ndërsa babaj nuk ishte dakord. Ishte, po dhe më thënë me dy mendje. Pastaj nisi lidhja, më donte familje ti, më donte vetë personin fjalë. Edhe ti e dashuroje, Po, sigurisht atë, po? dhe gjeta ngrohtësinë, dhe më thënë, u bashkuam si familje. Dhe u Nejnëtëm- fejove. Po, nejtëm një farë kohe, mbeta 7 zanë. Ke mbetur shtatzan pa u martuar, le të themi, gjatë kohës që ishe e fejuar, që familjet e pranuan lidhjen tuaj. Po, normal. Dhe Pastaj u detyrove beradasëm. të shkoje nuse. Patjetër. Ke bërdasëm, Po, patjetër. ke shkuar nuse. Ishe e vogël, 15 vjeç, 16 vjeç, kur ke shkuar nuse në shtëpinë e ish partnerit tënd. Babit të vajzës male. Po, babai vajzës së madhe. Si ishte jetesa jote? Shumë e mirë. Kur themi shumë e mirë, Shumë e mirë ata nga... të donin? Po, patjetër. Nga mënyra e dashurisë që mi jepnin, nga mënyra e... Ti jetove vetëm me burrin apo dhe vjen Jo, dhe vjen? dhe me familjen e ti kompleta, e kishte vlla, motër, prindrit. Pra jetoje në familjen e tij të madhe dhe të doni si nuse. Po, patjetër. Por sa vite martesë konsumove? Një e gjysmë. Një vit e gjysmë. Por kur ishe kaq e lumtur, Nena, mami im, të më thënë, erdhi atje nga që ishte fukara, personi që ti u martove nuk ishte fort mirë në gjendje ekonomike. Po. Po? Edhe më thoshte vazhdimisht mamaja që bora ky nuk është për ty. Le t'jetë. A ishte ti ajo që më shtyte. Tani, si ti, unë do t'i durojmë pasojat. Le mos ketë shtëpi. Thjesht gjëja dashurinë e shpirtit tek ajo familje. Po çfarë ndodhi më pas? Ajo, nga ajo që vuante, dhe më thënë, vazhdimisht jepte ushqime, erdhi një moment që i shtyri me plemë shtëpit vetë. Kush? Mami im i shtyri dhëndrit. Nëna juaj goditi dhëndrit. Po, Por pse e goditi? tani po të gjendësh sepseja që shë thonë, Jo, pse nisën konfliktet? Pra ajo e pa që ata jetonin në varfëri, nëna të kërkoj që ti të ndaheshe mos të jetoje në varfëri, ti nuk pranove, e refuzove, dhe ajo goditi dhëndrin për çfarë? kot, Patën konflikt me njëri tjetrin. po patë.
Mami dhe ish burrim, dhe me thënë. Mami im dhe... Dhe nëna juaj mori guximin ta gjuante? Po. Dhe çfarë ndodhi më pas? Asnjë gjë. Ai ruaj qetësinë e vet, nuk donte që të debatonte me maman time. Me ish vjerën? Dhe më tha mua, o me mua, ose me ata. Të vuri kusht. Dhe ti çfarë vendose kë zgjodhe? Unë nga jo që nuk dija se si mund të reagoja në moment, i thash, prindër nuk gjen dot. Mora foshin që kisha dhe ika. Ele. Po. Pra dhe pse e doje, atë njëri vendose të ndahesh sa i të vuri kushtin o mua o prindri dhe ti zgjodhe prindrit. Po. Nga martesë e parë. Nga martesë e parë, flasim gjithë një për martesën e parë. Prap e vogël ke qenë, so martove 15 vjeç, shndrove një vit e gjys, pa mbushur 17 vjeç ti e ndarë dhe u bërë edhe nën. Por ai si e priti këtë përgjigjen tënde që unë do rri me prindrit dhe nuk do vi me ty? Nuk e mendoj gjatë. Okej, tha ik. Okej, ik, kaq. Dhe rrugët tuaja u ndan. I thash, po të vje keq për foshnjën, s'kam gjë foshnjët. Ti ishe shtazana ato kohë. Dhe kështu ndave përfundimisht nga bashorti i parë. Isha te pa cilibrim. Si isha vogël, nuk Po, isha për shkak të moshës, nuk mund të bëje dot një martesë ligjore me babain e fëmijës, por prindrit si reaguan babai? Babai vetëm këtë më tha që bie babit thash. Nga tensioni që isha, se ne kemi folur edhe më para dhe... E qartë, ke emocione ditën e sotme. Unë e njoh mirë historinë tuaj dhe sot jemi përpara publikut dhe prandaj të bëj pyetje për ta rrëfyer këtë histori. Nëse ke emocione, qetësohu pak, e shikoj, të dridhen duart, flas edhe me Eduardin. Eduard, ndodh situata të tilla që prindrit nuk janë mbështetja më e madhe për një vajzë që e vogël, u martua, u dashurua, ndoshta nuk ishte vendimi i dur, por prindit duhet të mbështesin fëmijët, nuk mund t'i lënë në rrugë të madhe. Sigurisht, janë dy momente e para në vajza në dashuri në një moshë të vogël, që sa mbaron 9 vjeçar. E vërtet. Kuptohet. Dashuria nuk ka moshë në jetë. Pavarësisht se vetë e tha Bora që nuk e kuptoja sepse isha në një moshë, kuptohet jo të pjekur plotësisht. Për të marrë vendime. Për parë një vendim sa më të pjekur. Pastaj nëna duhet ta mbështeste, por nëna u niste interesi. Ndofta edhe për të mirën e vajzës, por në momentin që vajza e vendosi vetë dashuri, edhe në marrëmarrje, nëse ka dashuri, vazhdon, familja forcohet dhe pasurohet. Sepse asnjë s'ka lindur i pasur. Të gjithë gjatë jetës ka punuar, ka fituar ekonomi. Dhe konflikti krijuar për sa i përket nënës së vajzës, me ish dhëndrin, është mjaft e rëndë. Mirë po, ajo e ka bërë me një qëllim të caktuar për të ndarë vajzën dhe për ta shkputur në ajo familje. Pra shkputur si pyk në mes, për ta shkputur familjen, dhe vajza ishte shtatzane, i ka thënë punë madhe se do arrisim neve. Pa marë parasysh ndjenjat, emocionet, dashurin e çiltës që kishte vajza për djalin. Pa i marë parasysh fare këto nëna në një mënyrë krejt arbitrare e ka ndarë vajzën duke i bërë të kuaj dhe mbi të gjitha duke vendosur një plagë shumë të madhe në zemër. Sepse martesa ose për të më mirë familja u krijuar jo mbi baza ligjore. Themi jo mbi baza ligjore se vetë ishte nën moshë, nuk e bënte dot. Ishte nën moshë e para. Po. Dhe dyta në momentin që ka lindur, nuk e di si ka mundësia e njohjes, po. Të gjitha detajet. Do na i tregoj të gjitha detajet, Boreta. Të gjitha këto janë vështirësitë e para të një familje që vjen në një zonë e thellë e fshatit, jo shumë e zhvilluar dhe e civilizuar, por dashuria nuk pyet për moshë, nuk pyet për zhvillime, por e qartë. E tha shumë pasër dhe cilët që unë e doja ato dhe gjithë familja ti e donte. Pra, ka gjetur ngrohtësi në atë familje. Por që fatkeqësisht një vit e gjysmë zgjati ajo marrëdhënie, ajo bashkëtesë dhe Boreta u nda me babain e fëmijës. Por ish vjera si e pritën këtë ndarje Boreta? Nuk doni? Nuk doni. Erdhën të kërkuan? Po,
2-3 herë, plus ish babi vajzës Ish burri, po? Binde jep të lek vajzës, pavarësisht familja ime nuk e priste mirë. A i të ka kërkuar që ti të riktheshe, Patjetër. por ti e mbylle atë kapitull dhe nuk u riktheve më tek ish burri. E dashur Boreta, shtatzën ngele në shtëpinë e babait dhe nënës. Atje linda, po, të babi. Si ishte ajo jeta jote me nënën dhe babain? E vetme. E vetme nuk ishe, si ishe në familjen tënde, por e ndarë nga babai i fëmijës që po prisje cilje një jetë. Tani, nuk e prita mirë, mbështetjen tek familja ime, po kisha një njeri që ma jepte më shumë dashurinë se sa nëna. Ajo ishte gjyshja. Por pse nëna nuk ta jepte dashurinë? Nuk e di pse. Pse di. Jam 29 vjeçe dhe mendojem shumë gjatë që pse nëna të më ketë trajtuar kaq keq. Sa fëmijë keni që? 3, 2 vëllezër, 1. Pra ti ke 3 vëllezër Edhe unë. dhe jem vajzë e vetme. Dhe nuk e ke patur mbështetjen e nënës? Jo, absolutisht. Sepse ajo, le të themi, ishte shkaku që të ndau nga burri i parë dhe nuk të trajtoi mirë. Çdo gjë i prisja unë Odeta nga familja. E prisja edhe vdekjen, po vetëm pranimin e fëmijëve, nuk e konceptoj dot, nuk e logjikoj dot momentin që unë isha në punë dhe mi mori nëna mi hoqi nga gjiri im. Do arrim dhe tek ai moment për të kuptuar se kush denoncoi te shërbimi social, kush ishte shkaku dhe arsyeja që 4 vajzat e vogla e dashur Boreta ti morën dhe ndodhen sot në institucion. Fëmia, flasim për vajzën e parë, e cila sot i bie 13 vjeç, lindi në shtëpinë e nënës dhe babait. Po. Si ishte jetesa jote? Babai përgjigjej, vinte pagonte detyrimin ushqimor? Jo, përkundrazi më ndau nga qendra e Sociale? sociale, po. Figurosha e vetme. Çdo gjë, me smundje, me çdo peripeci, do me thani kam hequr vetë me vajzën time. Në atë derë. Nuk mendi asnjë. Kundrazi më trajtonin shumë keq duke, se s'doja t'i thoja, duke më rrahur, duke në orën 5 të mëngjesit me hidhshin ujë të ftohtë në kokot. Kush ti bënte këto veprime? Vëllai mathë, nëna, doja të bëja banjo të lajsha. Nga dritarje tualetit, nëna mi the zhapila, shumë gjetulla, do me thënë katastrofë, mos. Por ky kish trajtim nga ana e nënës me të bien e saj, S'kam qatem. sa kohë qëndrove në shtëpinë e 9 vjet. 9 vjet. Jetove 9 vite tek nëna dhe babai pas divorcit me burrin e Po, parë. po. Dhe po me vajzën si silleshin, se ata e kanë rritur i bie vajzën. I thoshin ikmoj me mec këtyte, e bie me mecit. Se faktike ati babit, vajzës mallë i merë është pak goja. Po pak, shumë pak. Po mirë. Dhe ikmoj nga shtëpia ti jap saqe. Kjo është imja, i thoshe. Punoj unë për këta. Jo për një, jo për vetëm për këta, po edhe për shumë si kjo. Prindrit kanë dashur të dëbojnë nga shtëpia. Më kanë dëbuar. Ka qenë në shkurt, ka qenë si muaj, në 4-5 shkurt, kur më përzinte nëna. Merrte një copë huka i shu, historia ime është shumë Se këto dramatike. detaje nuk mi ke treguar, nuk i di këto detaje dhe po më shokon. Më kanë quar me një brok zderra është keqe motra. 3 vite. Jo pak, Se nuk kërkove ndim ku do kërkoja? në polici të denoncoje? Nuk më linin për të dilja nga shtëpia. Rria si e dënuar. Edhe vëllezërit kështu silleshin me ty? Jo, vllai math jo dhe aq. Vetëm që i thoshte nëna, bënte. Vllai math jo dhe aq. I vogli Se më nuk qellon. kërkove ndim për vajzën tek babai i saj? Nëse situata ishte kaq dramatike në shtëpinë tënde, pra që ata nuk e donin besën gjyshrit, kërkove ndim te babai i vajzës? Kam kërkuar ndim tek ai, po ai ma preu shkurt në atë moment që isha, si me bën sen. Gur. Më ka thënë e kam të vdekur vajzën. Kur i kujtoj dhe me thënë, Vajza nuk ka patur kontakte me babai? absolutisht asnjëherë. Vetëm fillimi. Se njef, po. Kur lindi, ai ka ardhur, Pa, jetë. e ka parë vajzën, ka dhënë disa kontribute dhe më pas i shkputi kontaktet. Po, po. Ka krijuar jetën e vet. Normal. Pa dyshim se jeta vazhdon, por ai nuk e ka kthyer asnjëherë kokën, Ja. por vajza e ka kërkuar babai. Nën bab, por atë isha unë. Por vajza e ka kërkuar babai, Jo, absolutisht. se nuk e nje.
kam ty, thoshte. Ti je pasuria ime më e madhe. Të ka pyetur ndonjëherë për babaj? Jo. Asnjëherë. Përkundrazi nëna ime i fuste fitilat. Done që të zverdhësh nga unë dhe të shkonde tek ai. Përkundrazi, unë se kam pasur krah maman time. Unë e dua shumë se jam vetëm. Unë jam e sigurt që nëna juaj Boreta dhe babai juaj mund të na ndjekin ditën e sotme në këtë transmetim. E di. Do dohet i përcjellë një mesazh? Do doja vetëm këtë që të më lërë hatë. Se më marrin, më shqetësojnë shumë pa numër. Ti ke shumë kohë që je shkëputur nga Po, ata. patjetër. Dhe vazhdon akoma të jesh në konflikt me prindrit? Ata vinë tek banesa ime ku unë jetoj aktualisht, edhe ngrenë zerin, dalin banor të pallatit aty, shohin, dëgjojnë. Edhe dije me fyeru se pastaj çfarë prindësh kishe ti ata kështu. Edhe po mos e jep në shtëpi, unë ata vinë. Se unë do lëviz, do laj ujtin, do laj drita, do iki, do punoj. Dhe mesazhi që i përcjell sot prindve më lini rehat? Po. Është e rëndë kjo marrëdhënie avokat. Nënë e bi, vajzat i kërkojnë nënës më li rehat dhe të denoncoj që më ka dhunuar, më ka dëbuar nga shtëpia, nuk më ka mbështetur në momentet vështira. Më falë, nëse... Jo, patjetër, Boreta, sot ky emision është për ty dhe zëri juaj duhet të dëgjohet. Kështu që mos më kërko falje. Kur isha me vajzën, kisha një si biçim refluksi çupa. Po. Edhe i thash se mua më zuri kjo që kur linda merja lek, 400.000 lek. Po. Me vajzën e madhe. Mi mori babi, i tha, o ba, i thash, kështu. Ik moj janë deti, tha, moj më falë, moj e shkalluar, tha, qa lek është do ti, tha. Lek të kemi hequr kontribimat i spital. Dhe ti morë në ato 400.000 lek. Po. Të Thash, o vajzës. bab, po, kam vajzën pa qef, more, me temperaturë të lartë, kam mundësi, i thash, ta qoj të mjeku, mirë ti nuk je i gjallë për mua, po ti je mund për fëmijën tim. Jo. Një marrëdhënie që është të ardhur keq, ë? Shumë. Nën e bi dhe babai me vajzën. Një konflikt shumë i ashpër ndërmjet dy prindërve dhe vajzës. Që nuk e di nëna çfarë punë bën. Shpijake. Shtëpiake. Po babai? Me bujësi, besoj. Po, ne kemi sera shumë. Me bujësi, që merret në zonën e Beratit aty ku jeton. Janë histori reale, histori të vërteta. Shumë reale dhe mungesa e shtetit nuk ndihet. Fare, të këto familje, në këto zona dhe njeriu mundohet vetë si që në epokën e vjetër të kurit që të çaj gjithçka vetë. Të gjitha mundësit vetë, sepse atje kur s'ka shtet, kur nuk gjen asnjë lloj mbështetje dhe kur mundësia për të jetuar sigurisht që është e madhe, dhe kur ke dhe një fëmijë që u bëre nën, është ëndër të bëhet, një femër të bëhet nën, është një nga ëndrat më të mëdha dhe arrin që të prindi pastaj mbesën ta dënoj në këtë mënyrë dhe ta masakroj në këtë mënyrë, vetëm në vendin tonë mund dëgjosh të tilla raste kaq të vështira dhe kaq të dhimbshme dhe të rënda. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme kam të ftuar një 29 vjeçare nga Berati, por që prej disa vitesh ajo jeton në qytetin e Lushnjës, quhet Boreta Rabia, 29 vjeç, nëna e 4 vajzave të mitura, që fatkeqësisht 4 vajzat janë marrë nga shërbimi social. Ndodhet me mua në studio dhe në pjesën e parë rrëfeu momentet vështira, nga martesa e parë, ndarja dhe mos mbështetja nga ana e nënës dhe babait, por kam të ftuar edhe avokatin Eduard Mullaraj, i cili jo vetëm po e ndihmon nga ana psikologjike këtë vajzë dhe nga ana ligjore pas pak që do të flasi Eduard Mullaraj. E dashur Boreta, qëndrove pas divorcit 9 vite tek nëna dhe babai dhe më tregove që jeta ishte shumë e vështirë. Kur themi e vështirë, ti nuk e more asnjëherë guximin ti denoncoje në polici për dhunën e ushtruar. Më thonë gjithë edhe tani, dhe më thënë që janë këtu në Lushnjë, më thonë denoncoj pse qa i ke prindër të vërteta njerë ka jo, se bej dot. Të tillë zemre kam, nuk mundem të babi sidomos. Do shta mami, a që ka zhvillimin e kapacitetit, po të babin... Të dhimbset. Shumë. Më shumë se fëmijët.
dhimbja e fëmijëve është pa zvendësueshme, po të paktën Unë e kuptoj që të ka marrë malli për babin. më ka marrë, po më shumë ka marrë për fëmijët. Se është pika jote më e dobët, fëmijët pa dyshim, është pika më e dobët. Të thash dhe pak më parë nëse dohet i përcjellë një mesazh babait, ndoshta nëna dhe babai juaj mund të reflektojnë dhe ta kuptojnë që kanë gabuar. Ndonjëherë prindërimi nuk është një formulë 1+1 bëjnë 2 dhe mësojnë të gjithë dhe prinderojnë të gjithë mirë. Të gjithë gabojnë në prindërim. Ndoshta janë nisur nga e mira, Apo janë të ndajnë me gabime një të burr i rënda. varfër pa e kuptuar që të kanë lënduar. Do dohet sot i përcjellë një mesazh babait dhe nënës tënde. Nuk kam qatë theme çka kisha e thash pak më parë. Vetëm këtë duhet jetoj jetën time me vajzat, si jam e tillë, punoj, ti më shikon. E kuptoj, qëndrove 9 vite dhe nuk e qenë e lumtur me nënën, me babain. Ajo që ti jepte lumturi ishte vetëm vajza e vogël. Vajzat e gjyshja. Gjyshen e E ke je pas, me babit, po pa tjetër, ajo të kam mbështetur? shumë, në maksimum. Ajo kishte 6 vajza, mua më kishte 7. Edhe kur ka vdekur, do me thënë, Ka ndruar jetë gjyshja? Po. Ngushëllime, po? Faleminderit. Mua më deshi atje në pranimin. Të 6 vajzat i shkuan, nuk i dilte frymë e fundit. Shkova unë. Shpirti, po. Ajo ka qenë mbështetja jote më e madhe, por gjyshja në ato kohë nuk i fliste djalit të saj dhe Pa tjetër i fliste. për sjelljen që bënin ndaj teje. I po, veja tek ajo haja buk, tek ajo lajsha, tek ajo flia gjumë. Ajo ishte, jo si gjyshe, po si hen që ndriçon tërë botën, për mua. Dhe humbjen e saj e ke përjetuar, e Shumë sigurt. keq. Një lloj me fëmijët. Ajo jeton të vete? Do ketë Gjyshe? telefon qelli që të flasë. Ai shumë. Ka marrë Gjyshje jeton të bën vete? Po, bashkë me gjysh. Bashkë me gjysh. Dhe ka qenë mbështetja më e madhe, gjyshi dhe gjysha me sa po kuptoj unë dhe jo prindrit fatkeqësisht. Burita, çfarë ndodhi pas 9 viteve? Si u largove nga nëna dhe babai? Më gjeti babi burrin, e dytë. Prindrit të gjetën burrin e Po. dytë, jo se e gjete vetë do dashurove. Jo. Kisha kërkesa plot, nuk më mushësh nga pasiguria që ndjeja brenda vetes, nuk pranoja. Për të hedhur një hap dhe për të krijuar Po, martesën e dytë. Kjo ndodhi pas 9 viteve, ishe e rritur, vajzën e kishe 9 vjeç dhe babai të prezantoi me partnerin të dytë. Po, erën në shtëpi, vajti babi dhe me thënë të shtëpia ati, rënë dakord Ata ishin nga cila zonë e Shqipërisë? nga Krutje Poshme. Po afër Beratit, le të themi. Po? Edhe nëntën atje pin kafe, erën në shtëpi ku unë jetoja me familjen time, unë personalisht me vllain isha në tokë, në serë, kisha flokë, si isha shtëpi dhe me thënë. Edhe më tha babi kështu, më erdhi e papritur, një moment. Se babai s'është treguar që do vinë njerëz në shtëpi, siç është tradita e shqiptarit që kthejnë vizita për njëri tjetrit. Vetëm këtë më tha babi para se të ikte nga shtëpia, tha, do të gjej një burr. Mora kështu, jo në konsiderat, do me thënë. Por kur e takove partnerin të dytë, pra redakor ti. Më tha babi, po, normal. Sepse babai vërtet donte të martonte, por nëse nuk doje ti dhe refuzoje ti, ajo martesë nuk mund të realizoj. Ti je dakord me personin në fjalë. Po, folëm, ai tregoi peripecit e veta, unë tregova peripecit e mia, do me thënë, ram dakord deri në atë moment. Dhe vendose ti thoshe po. Po. Dhe të martoheshe, nuk besoj dasëm nuk e bërë për herë të dytë. Jo, absolutisht. E bera një herë, s'ka lezet, ne si tradit kështu e kemi. Shkove nuse pas sa kosh nga momenti njohje së prezantimit parë? Brenda ati viti, do me thënë, 25 dhjetor kam shkuar nuse, 2015. Pra, brenda ati viti, u njohët për pak muaj ti shkove, more vajzën dhe ike në shpinë e ti? Jo, vajzën që kisha nga martese pare lash atje dhe babi. Pse e lete babai? Tash të rria, të shikoja situatën e familjes së dytë. Po. Edhe të beja një fëmi që se ndoshta thosh se vjera, po kjo pa futur ka më të mirë, pa bërë një fëmi solli këtë. Dhe më vriste kjo lloj fryme, do me thënë, kjo lloj dhimbje. Kami, vjera dinte, më falë. Po, e dinte. Vjera dinte që ju ishit me një vajzë. E dinte, po neve nuk ram dhe dakord. i pranoj kushtet, Pa tjetër. që nusja do vi me një vajzë. Jo, i pranoj që unë kisha, po jo që do t'i... Do merri me vetë. Po, pa tjetër. Nuk e pranon.
Nuk doja unë të qoja direkte. Boreta mendoi që të shkonte, të sillte në jetë një fëmijë nga martesa e dytë, të krijonte atë familjen e saj dhe më pas të merrte edhe vajzën për të bashkuar fëmijët. Por vajza si e priti momentin që ti u largove? E qante. Ka qenë momenti vështirë. Qante, shumë dua mamin, ku është mami? Sa ka qenë 9 vjeçe në atë kohë kur ti u martove. Si më largot mamin. Mami është dëshuria ime pa fund. Do vi, thoshte plaka, mami im, do me thënë. Do vi. Do me thënë, sa shkova e mora në telefon, që po. Po? Dhe se ndava raporti, sa do që ishte largë. E martuar, flisje me vajzën? Atjet. E more ndonjëherë të vinte? Vinte, po, pa. Vinte qëndronte disa ditë dhe kthehej te gjyshja. I thosha, ish burri që kisha, ta marim, po e marim. Venim, s'kishim mjetë tjetër përveç e motorit, venim me motor nga shtëpia në shtëpi. E merje vajzën, e mbaje pak ditë dhe rikthehej prapë te E merrte edhe vetë ish burri im i dytë, deri diku ishin jo mjaft mirë, po mirë. Dhe flasim pak për martesën tënde të dytë dhe pse koha televizive po fluturon dhe ne po shkojmë edhe drejt fundit dhe unë ditën e sotme më duhet të prezantoj edhe 2 pasaporta, por ndoshta mund të vazhdojmë dhe nesër me historinë e Boretës, sepse është histori goxha e rëndë. Në martesën e dytë dyshohet se ka ndodhur një abuzim mes partnerit të dytë dhe me vajzën nga martesa e parë, ku Boreta vendosi ta merrte përfundimisht në shtëpinë e saj. Por Boreta, përpara se të vazhdojmë bisedën, e ke të mundur që nesër të vish në program nëse e ke të mundur, nëse koha televizive nuk do na mjaftoj ditën e sotme. Por ndalemi dhe e rrëfejmë historinë Boreta. Ju shkuat nuse e vetme, si ishte ajo jetesa jote në shtëpinë e ti? Jetesa ime tek burri dytë ka qenë lufte e dytë themun botërore. Pse? Nuk më doni njerëzit e burrit të dytë. I zhvjerri. Po, qysh nga i moment më thoshin se më ha bukën time, qa kërkon ti në shpitime, kush je ti, më rrifshin me plema, më kapshin prej floku. Qysh nga i moment? Nuk të do, të janë shumë të rënda, nuk të doni se ti kishe qenë njëre martuar dhe kishe një vajzë, apo kush ishte... Se di, nuk e di. Sa ta erdhën të kërkuan vetë dorën në shtëpi, si nuse. Dhe pse dolën kundër teje pastaj? Se di. Nuk mund të do ti të flisje me i zhvjerën dhe i zhvjerin? Nuk më lejonin, edhe po të mund dosha unë që t'i veja të lomë e vetë atyre, më thoshin dil për jashta. Ju jetonit bashk në një shtëpi? Me një shtëpi. Por burri si reagon të partneri dytë? Burri si burri, po t'ishte i zoti, do me thënë, ditë ta ndante, nenen nga gruaja. Nuk arriti do ta bënte këtë gjë? Ja. Për kundrazi, me fëmijët që sollon jetë me këte, i rrifte, i torturonte, vajzës Ameljes i theu krahun, e bënde mënyrën... Ky ish partneriot i dytë, kishte probleme psikologjike, apo... Ku mund të di unë faktet që a i vepronte në atë lloj njerëzilek? Besoj se po. E dashur Boreta, kur e more vajzën nga martesa e parë dhe bashkove në familjen tënde? Kur kisha sjellë në jetë 2 vajzat e mëdhaja. Kur ishe bërë nën me 2 vajzat të tjera, vendose të merri dhe vajzën nga martesa e parë dhe të jetonit bashk. Dhe solle në jetë edhe një vajzë tjetër, dhe u bërë nëna e 4 vajzave. E dashur Boreta, por se çfarë ndodhi më pas në këtë martesë të dytë dhe këtu nis ngjarja më e rëndë në jetën tënde, të lutem, unë do të kërkoj ndjesë publike. Ne do e vazhdojmë nesër këtë histori, ju do vini në program, këtë gjëja kërkoj edhe avokati tim Eduarti, nuk e di se si do jesh nesër me seancat gjyqësore, por do doja të kisha nesër në program për të vazhduar këtë histori. Do të vi patjetër. Për të vazhduar me historinë e Boretës, kjo nën e cila ka denoncuar partnerin e dytë pasi sapo solli vajzën nga martesa e parë, ta bashkonte me vajzat e tjera, ai ka tentuar të abuzojë seksualisht dhe ngjarja është vërtet dramatike, por vetëm nesër ne do të vazhdojmë me këtë histori. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi në minutat e fundit për ditën e sotme dhe pas historisë të dhimbshme të Boreta Rabies, 29 vjeçaria nga Lushnja që rrëfeu në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë që ne do të vazhdojmë nesër me historinë e saj, më duhet që ditën e sotme të prezantoj edhe historinë e Renato Qerimit, një i humbur që është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë, 51 vjeçari nga Poliçani që humbi çdo lloj kontakti me familjen në vitin 2000, konkretisht në 19 tetor të vitit 2000, përpara 20
26 viteve nga Tirana. Në fakt, vetëm përpara disa ditëve ka mbritur një informacion ku dyshohet se Renato Qerimi ndodhet në Greqi, në një ishull grek, informacione që kanë ardhur ndër vite për 51 vjeçarin nga Poliçani, por që nuk dihen arsyet pse ai nuk kontakton me nënën e tij, e cila ndodhet në Tiranë dhe kërkon të mësoj për fatin e të birit të saj. Dua ta prezantoj historinë e humbjes së Renato Qerimit, e ndjekim dhe rikthehemi. Një nën që nuk ka rreshtur kurrë së kërkuarit të birin e humbur, ndërsa lotët nuk i janë tharë pas humbjes nga kjo jetë të djalit tjetër. Pa gjurmë rikthe në vëmendje historinë e Renato Qerimit nga Skrapari, që doli nga shtëpia për të gjetur punë dhe nuk u kthye më kurrë. Një nga informacionet më të rëndësishme që kanë bërritur në program, duke ndezur një dritë jeshile për fatin e Renato Qerimit, është një telefonat e papritur nga Greqia nga një emigrant shqiptar. Sipas kësaj dëshmie, dyshohet për një vendodhje të mundshme të Renatos në një ishull grek. Shtetasi shqiptar pretendon se e njeh prej vitesh, duke dhënë siguri se personi në pasaportën që pa gjurmë shfaq është e njëjta me atë që ky emigrant shqiptar vuri në dispozicion. Fotoja ekskluzive ju treguan në studion nënës së Renatos, zonjë Zengjine, ajo e cila e njeh më mirë se kushdo tjetër fizionominë e të birit. Kjo është foto që na ka ardhur që thon ky është Renato Qerimi. Ti e nën, më mirë se ty. Nuk e di nëse mundesh ta dallosh dot. Kanë kaluar 20 vite. Këto pjesët e ballit më duke. Se kam 20 vjet, unë djalit i kam harruar fytyrën. Unë vetëm zërin mund t'i njoh dhe ecje. Edhe ecje, se ka karakteristike ecjen, dhe këtë detaj na i ka thënë ai të person që na telefonon na dha këtë informacion. Unë i bëj thirrje Renatos të marrin telefon, të lajmëroj të report të vëja. Edhe po ka filluar jetën e tij, unë nuk i ndërhyj në jetë. E përvëluar nga dhembja me peshën e të gjitha vështirësive të kaluara në jetën familjare, sot e mbetur vetëm lutet për gjetjen e Renatos, i cili kishte emigruar që herë drejt Greqisë, ku kishte punuar në disa vende të ndryshme. Të riut që ëndra për të bërë ushtarak ju ndërprej në mes. Ai fitoi të drejtën e studimit, por për shkak të një aksidenti në këmbë, nuk arriti dot të ndjek studimet. Renato vjonte të ishte në kërkim të një pune të cilën nuk e gjeti kurrë. Ai doli nga banesa e tij në Tiranë, por nuk u kthye më. Pas zhdukjes së djalit, prindërit u ndanë, ndërsa fatkeqësitë në familje ndoqën njëra tjetrën. Disa vite më pas ndëron jetë edhe djali tjetër i familjes, për shkak të COVID-19. Kjo është historia e Renato Qerimi, dashur miq, dhe ditën e sotme dua t'ju bëj thirrje nga studio e emisionit Pa Gjurmë, kushdo që e ka parë, kushdo që ka informacion, por dhe nëse vetë Renato Qerimi është duke na ndjekur nga Greqia, ashtu siç dyshohet se jeton në shtetin grek, është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi nëna e tij dhe motra, dy i kanë ngelur nga familja, vllai i ka ndruar jetë. Ato vazhdojnë ta kërkojnë, çdo ditë nëna e tij na telefonon në studio me shpresën që mund të marrë një lajm për birin e saj dhe uroj që Renato të jetë shëndoshë mirë dhe të gjejë guximin të telefonojë. Mirë, me historinë e Renato Qerimit kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë takojmë nesër ora 16 do të jemi me Boretën dhe avokatin Eduard Mullaraj në studio me historinë e dhimbshme të kësaj nëne që trajtuam ditën e sotme, por për shkak të minutazhit e pamundur për të rrëfyer gjithë jetën dhe historinë e saj. Nesër miq, na ndiqni, mirupafshim.